Nuk është e vështirë të futesh në dhomat e pacientëve në spitalin e Lushnjës. Në jo pak raste të dehurit apo të droguarit i shfrytëzojnë këto ambiente për të bërë seks. Një nga mjekët e Lushnjës e konfirmoi këtë fakt për ABC News. Klubi vine, pavohet ndonjëherë, pa i ka personeli. Nuk i ruan dot? I ruan çdo gjë. Po ta visi që kanë klubet bitë para durë. Edhe këtu është biznes, para durë në shtrinë atë. E derë me alkool, me drogë. Hyrja në repartin e kirurgjisë edhe pse me orar 14 deri në 16 për vizitat, qëndron e hapur gjatë gjithë kohës, ndërsa ambientet e brendshme të urgjencës janë më shumë të mbushur me persona që shoqërojnë pacientët, sesa me doktor apo vetë të sëmurë. Do ikë unë. Do ikë të ta marrë dhe gotë, se inshallah mi dalin analizat mirë. Jo, s'ka pse më pengon, nëse është dëshira ime një person mund të rritë. Ju kanë lejuar të rrini? Na kanë lejuar një person. Për drejtorin e spitalit nuk ka shqetësime, pasi ai beson tek kontrolli i personelit dhe i rojeve private. Nuk kemi fenomene të abuzimit me të sëmurët apo të ndonjë kategorie tjetër. Në spitalin e Lushnjës po kurohen mbi 100 pacientë mbi kapacitetin normal, ndërsa mungojnë 8 mjekë të cilët kanë dalë në pension dhe nuk janë zëvendësuar.